Veganet është kjo video, për veganet. T'ju tregoj unë se ju veganet po kontriboni në dështimin e njerëzimit. Nëse gjon videon deri në fund do ta kuptosh se pse. Ta analizoj tak. Tani t'ju tregoj pak se si funksionon ekosistemi. Tashi nëse vdes peshkaqeni, nuk ekziston më peshkaqeni në det, vdes krejt njerëzimi. Tani peshkaqenin mund ta konsiderojnë edhe njeriu në tokë, se peshkaqeni në det, njeriu është në tokë si peshkaqeni, domethënë. Nëse peshkaqeni ngard zhduket si specie, pa pritur zhduket si specie. S'ekziston më. Se si vdes njerëzimi po që se zhduket peshkaqeni. Ja. Tani pa pritur me një farë mënyrë peshkaqeni ngard, e morën peshkaqenin, nuk ekziston më si specie. Tani ç'a ndodh? Është peshku tonë. Tani e peshku tonë nuk ka kush e han këtë peshkun tonë. Kush e ka hajë tonë? Fillon e shtohet. Kush shtohet dën ushqim? Ç'a ndodh? Tonë fillon e han peshkun e vogël. Fillon e konsumohet peshku i vogël, tani s'ka më krijesa të gjalla. Është vetëm tonë, s'ka krijesa të gjalla të tjera. Ç'a ndodh? Vdes dhe tonë. Nga uria s'ka ç'a të hajë më. Pra, peshkaqeni i duhet detit. Dhe ç'a ndodh kur vdes gjithçka? Se oksigjeni tokës, ju duhet me ditë vetë në Google me pas se sa oksigjen jep toka, deti jep tokës. Kupton? Po që se deti vdes këtë njerëzimi, s'ka më oksigjen toka. Tani shembulli tjetër të njerëzimi. E zëm shembull na pa pritur vendosim gjithë njerëzimin mu kthy gjithë vegana. Pa pritur ndodhim krejt njerëzimi mu kthy gjithë vegana. Ç'a ndodh tash? Tashi kena dy palë që orientohen te bari, me bar. Janë kafshët, janë edhe njerëzit. Oh. Ç'a ndodh tash? Kur kafshët nuk ngordhin, fillojnë e pjellin. Na krijojmë jetë, kafshët krijojnë jetë, domethënë pjellin kafshët. Fillon e shtohet shumica, s'ka kush po i han, kush i han kafshët? Kush i han kafshët? Domethënë fillon e shtohen. Loanat sa do han loanat? Sa do han loanat? Prapë po se nuk ka njeriu që e konsumon, fillon e shtohen. Ç'a ndodh tash, jena dy palë që gjuajnë për bar. Tani kafshët ose do vdesim na si njerëz, jetojnë kafshët, ose